which of course sounds more Kantian. But we combine this also with more of utilitarian aspect, which is John Stuart Mill. Prit ta shpjegoj diqysh me tela. Nuk lidhen Kanti me utilitarizmin në seri, lidhen konflikt, kur I bashkon ta qetë siguresa kryeministër. Nuk mund ta kesh Kantin goj, kontratat një burimore në xhep. Nuk mund t'i kesh edhe fotografinë e Adem Jasharit edhe nepotizmin e korrupsionit në të njëjtën zyrë. Të nderuar qytetarë, sot po jetojmë në një teatr të madh e absurd. Kryeministri po na flet për Kantin, për Millin, për Aristotelin. Na flet për etikë normative dhe për virtyte, sikur zyra e tij të ishte një akademi filozofike dhe jo qendra e vendimarrjes së një shteti. Ai thotë se ka kombinuar filozofinë me qeverisjen, por kjo nuk është një qeverisje me filozofi. Kjo është një filozofi për të fshehur mungesën e qeverisjes dhe qeverisjen e dobët. Ne dëgjojmë fjalë të mëdha, por shohim veprime të vogla. Dëgjojmë për drejtësi normative, por e shohim pa drejtësinë konkrete. Dëgjojmë për etik virtyti, por shohim disiplinë për vjedhje. Ky është thelbi I problemit tonë. Ky është thelbi I qeverisjes tij. Kjo nuk është qeverisje e të mirëve, kjo është qeverisje e cubave. Ndërkohë që flitet për filozof, mbi 1800 kontrata një burimore janë firmosur, mbi 240 milion euro të parave tona janë dhënë pa garë, pa konkurrencë, pa transparencë. Kjo nuk është drejtësi, kjo nuk është virtyt, kjo është një vjedhje e hapur e shtetit tonë. Ndërkohë që flitet për njerëzit e mirë në krye, në praktik kemi ministra të dobët, deputet që s'din të flasin e lërë me të lexojnë. Favorizime për subvencione ku përfitues rezultojnë të jenë vëllezër daj e familjar të deputetëve dhe zyrtarëve të pushtetit. Kjo nuk është etik virtyti, kjo është një strategji e rrethit ngushtë. Ai na flet për Kantin, por Kanti thoshte vepro në atë mënyrë që parimi I veprimit tënd të mund të bëhet ligj universal. A mund të bëhet ligj universal dhënia miliona eurove për miq e familjar? A mund të bëhet ligj universal nepotizmi ku vëllezërit dajet dhe militantët e kapin çdo subvencion? Kanti do ta refuzonte këtë. Milli do ta dënonte këtë. Aristoteli nuk do ta quante kur etik këtë. E vërteta është se pas maskës së Aristotelit nuk po fshihet virtyti, po fshihet Machiavelli. Pas citateve të Millit nuk po fshihet liria, po fshihet Lenini. E pas fjalëve për lumturi kolektive, po fshihet logjika e ftohtë e kontrollit absolut, e synimeve diktatoriale, antidemokratike. Nuk lidhen Kanti me utilitarizmin në seri, lidhen konflikt, kur I bashkon ta qetë siguresa kryeministër. Prit ta shpjegoj diqysh me tela. Kryeministri si kuadër I Fakultetit të Inxhinierisë në Universitetin e Prishtinës e din mirë. Kur e lidh fazën me tokëzimin, ta qetë siguresa ose kallet krejt. Sot, që ajo që po digjet është besimi jon tek shteti, sepse ti, zotëria juaj, e ke lidh retorikën e lartë me praktikën e ullët. Ke lidh premtimin për drejtësi me tendera nër tavolinë. Në inxhinieri kur dështon skema, të bjen ndërtesa. Në moral kur dështon karakteri, të bjen njeriu. Në qeverisje kur dështon parimi, të bjen shteti. Nuk mund ta kesh Kantin goj, kontratat një burimore në xhep. Nuk mund t'i kesh edhe fotografinë e Adem Jasharit edhe nepotizmin e korrupsionit në të njëjtën zyrë. Nuk mund të kesh drejtësinë mendje, arrogancën zemër. Nëse do të mduhej ta bëja një diagnozë politike të profilit të kryeministrit tonë, duke u bazuar në veprimet dhe jo në fjalët e tij, është kjo. Metodën e ka të Machiavellit, pra e përdor moralin si mask, alibi për të ushtruar pushtetin. Logjikën e ka të Leninit, avangardizëm, pra besimin që ai edhe rrethi I tij ngushtë janë avangard, që e din të vërtetën absolute
edhe kushdo që i kritikon, nuk është thjesht një kundërshtar, por është armik i popullit, se i pamoralshëm. Kurse stilin e ka të Trotskit. Ai sillet gjithmonë opozite sistemit, edhe kur vetë është sistemi, tash e sa vite. Pra kjo ja lejon që me shmang llogaridhënien, sikur në rastin për 240 milion euro e qindra miliona euro të tjerë, duke zhvendos vëmendjen te lufta e madhe e supozuar ideologjike. Por ka ardhur koha me dhënë fund kësaj qeverisje plot kontradikta. Populli meriton të vërtetën. Kosova meriton punë, zhvillim, jo teatr me politikanë të lodhtë. Le ta heqim maskën e këtij pushteti, pa sharje, pa britma, veç me fakte. Le të kërkojmë shtet vërtet. Le ta mbrojmë lirinë tonë, sepse populli do të fitoj. Drejtësia do të triumfoj. Kosova do të jetë e lirë nga mashtrimi. Kosova do të jetë e lirë nga Albini.